Policisë bashkiake pritet të shtohen kompetencat sipas projektit të ri për këtë institucion. Sipas draftit, Policia bashkiake do të ketë një rol më të zgjeruar në fushën e rendit dhe sigurisë publike, duke u shndërruar në një strukturë mbështetëse për policinë e shtetit. Policia bashkiake do të jetë më e angazhuar për rendin dhe sigurinë. Prandaj, edhe drejtori i përgjithshëm i Policisë bashkiake nuk do të jetë në varësi të pushtetit vendor, por do të kalojë në varësinë e Ministrisë së Brendshme. Ndryshime parashikohen edhe në mënyrën e organizimit. Struktura e Policisë bashkiake pritet të ndërtohet sipas një modeli të ngjashëm me atë të policisë së shtetit në fushën e rendit, me hierarki dhe ndarje funksionale më të qarta, me drejtorin e përgjithshëm në krye dhe me drejtorët për çdo bashki. Sipas burimeve, qëllimi i këtyre ndryshimeve është rritja e efikasitetit në garantimin e rendit dhe sigurisë, si një reagim më i shpejtë ndaj problematikave në territor, në bashkëpunim të ngushtë me policinë e shtetit. Projektligji pritet të diskutohet në vijim në kuvent, ndërsa mbetet për të parë se si do të reflektohen këto ndryshime në praktikë dhe në raportin mes pushtetit vendor dhe atij qendror.